Por i kthehemi sërish në studio dhe në fakt ka momenti tashmë të udhtojmë le të themi kështu deri në Parkun Nacional Mali Shar, jo fizikisht, por përmes zhvillimeve atje të cilat po ndodhen. Mbi të gjitha do të flasim për tarifat të cilat janë vendosur tashmë nga muaji maj për hyrjen në mjeteve motorike dhe për këtë do flasim me drejtorin e Parkut Nacional Mali Mar, me Emir Huseinin. Mëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mëngjesi, faleminderit shumë për ftesën, shkëndijsi. Ne në fakt kur pashun lajmin që tarifat janë vendosur dhe paraprakisht ne kishim biseduar për Malin Shar, thash në rregull janë ndërmarrë veprime për ta mbrojtur sadopak Parkun Nacional. Fillimisht do ta mbrojmë, do të kujdesemi dhe ta promovojmë. Sa jemi në të vetëdijshëm për këto promovim, kujdesje dhe mbrojtje? Ta them të drejtën që realisht shumë është ngrit vetëdia e qytetarëve të Pollogut për mbrojtjen e natyrës edhe për zhvillimin e parkut. Domethënë, kohëve të fundit është pa edhe beneficionet e parkut çka janë, edhe jemi në një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me qytetarët që jetojnë në park edhe jashtë parkut. Më thonë, kemi ngritje të vetëdijes. Kemi ngritje të vetëdijes shumë të madhe. Edhe bashkëpunim mes fshatrave të qytetit, mes parkut ka shumë. Është në fakt shumë bukur për ta dëgjuar, sepse Parku Nacional ka një florë dhe faunë e cila duhet mbrojtur. Po. Janë vendosur tashmë tarifat për hyrje të mjeteve motorike. Të flasim pak për atë. Si erdhi deri te ideja që të vendohen këto tarifa? Deri te ideja për të venduar këto tarifa kemi ardhur sepse duhet ta mbrojmë natyrën dhe ta ulim hyrjen në park me mjete motorike. Për shembull, ne si park kombëtar Mali Shar kemi marrë iniciativë që në mënyrë të motorave edhe veturave të bëjmë pagesa, jo në mënyrë të personave që hyjnë në park, si për shembull që e ka parqet tjera kombëtare si Galiçica, Mavrova, që i kanë edhe Pelisteri në mënyrë të personave që hyjnë. Ne kemi marrë iniciativën, për shembull 150 denar në veturë, ato e kanë 100 denar në person. Me veturë mund të kalojnë me 150 denar deri 2, 3 apo 4 persona. Pra, për dallim nga Galiçica, Mavrova, Pelisteri, ku nëse janë 4 persona në veturë duhet paguajnë 400 denar. Ne kemi bë për 150 denar. Është e njëjti çmim edhe për motorët? Po, edhe për motorët, për furgonët të 250 denar, për autobusët është 450 denar. Kurse kjo nuk vlen për ata që banojnë atje. Përkundrazi, për ata që banojnë do ketë beneficione të ardhshme, kur parku kombëtar do të vetë financohet edhe do ketë të ardhura të gjeneroj për këtij projekti. Përveç se nuk do të paguajnë edhe banorët që jetojnë në brenda në park, nuk do të paguajnë edhe banorët të cilët kanë prona private në parkun kombëtar. Është numër i madh i personave që jetojnë, që banojnë në këto fshatra? Është parku më shumë banorë, i cili ka diku 16.000, 17.000 banorë brenda parku. Edhe besoj ata merren me kultivim, me bujqësi, me gjëra, ndihmojnë në kultivimin e Parkut Nacional? Kohëve fundit është duke u zhvilluar shumë pjesa e blegtorisë dhe bujqësisë. Si në fshatin Vic, Brodez, Shipkovic, Veshall, shumë. Domethënë jemi jashtëzakonisht të kënaqur me blegtorët edhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Qëllimi është që të mbrohet Parku Nacional, po ju thatë që ky projekt ka qëllim edhe vetë financimin e ndërmarrjes së le të themi Parkut Nacional Mali Shar. Atëherë si fillimisht ne domethënë jemi institucion me vetë financim. Ne jemi financuar nga 2 donatorë, Ponti edhe Globali. Me ardhen e Donald Trump në udhëhecinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, domethënë janë ndërpre një buxhet shumë relativisht i mirë për parkun, për arsye se i ka ndërpre. Edhe tash do të detirohemi që vetë të gjenerojmë të ardhura. Besoj se kemi bërë një plan të mirë, edhe besoj që deri në fund të vitit do ja dalim edhe do sigurojmë seriozisht të ardhura të mira për parkun kombëtar. Keni llogaritës ndoshta sa mjete motorike hyjnë dhe dalin në Parkun Nacional në baza ditore ose jo? Jo, nuk kemi një statistikë të tillë, për arsye se ashtu e kam gjetur institucionin, po jemi të organizuar që të kemi në monitorim të gjitha veturat që do të hyjnë në park, edhe pjesët motorike, edhe veturat, edhe shpresoj se do jetë në numër shumë relativisht i mirë. Cilat janë ato planet pak më afatgjate? Sa mendoni mjetet me cilat do të mblidhen, cilat janë planet? Çfarë do bëhet në Parkun Nacional? Unë si drejtor planin konkret e kam vetëm zhvillimin, edhe bashkëtesën me qytetarët që jetojnë në park, që të zhvillohemi dhe ta promovojmë së bashku. Me të vërtetë ka shumë bukuri, ka shumë persona të cilët nuk kanë qenë edhe në disa pikat, për shembull si te ujvarat e Leshnicës,
që i ftoj të gjithë të vinë dhe të vizitojnë ato bukuri, po pa mjete. Se qëllimi është që pa mjete motorike të vim në këmbë dhe të shijojmë ato. Jo të dëmtojmë edhe pronat private, edhe florën, edhe faunën, edhe biodiversitetin. Po, sa largë është pa vetura që shkohet atje, sa ko mund të merë, sepse jemi bë pak pasiv, nuk po lëvizim më. Besoj se vetdia do të ngritet, shëndeti është mbi të gjitha, edhe bashkërisht do bëjmë ecje diku 6 kilometra, nuk është shumë. Nuk qenë ka shumë? Jo. 6 kilometra, sa ko mund të merë ndoshta kështu me orë, keni matë ndonjëherë ose jo? Jo me orë, se më varësisht se si e bën ecen, po ju kisha ftu që edhe juve të vini, të vizitoni edhe ato bashkërisht, edhe t'i promovoni si televizion që mendoj se do ja vlej. Pa tjetër që po, kemi shumë vende në Parkun Nacional të cilat ne nuk i dim, janë kështu pak më të fshekta, ose s'kemi qenë aq kurios për t'i vizitu? Unë mendoj se ju nuk dini shumë vende. Dhe me thonë, aty ka bukuri të jashtëzakonshme. Besoj se do të organizohemi një ditë edhe do të vini bashkërisht edhe që t'i promovoni. Qëllimi jonë që t'i promovojmë në për televizionin, në për jetës sociale, kemi kampanje të ndryshme ku mundohemi që t'i promovojmë, kemi bashkëpunime edhe me influencerat, kështu që besoj se gadal po rritet zhvillimi i parkut. Pra, deshëm duhet me teknologjinë të bashkëpunojmë, me influencerat, me këtë modën e re. Pa qeter, ajo është trend tash edhe ne duhet t'i kyçemi asaj që të promovojmë sa më shumë. Interesi jonë që të kemi sa më shumë vizitor. Po sa është rëndësishme, sepse Drejtoria Parku Nacional Mali Shar është një institucion shtetëror, le të themi kështu, edhe me vetë financim, po sa është rëndësishme që këto institucionet shtetërore të vedisohen që tashmë mënyra e promovimit është përmes rrjeteve sociale, kanë mbet ndoshta mbrapa televizionet edhe këto, po sa është rëndësishme që të zhvillohen institucionet? Shumë është rëndësishme, nëse zhvillohet Parku Kombëtar Mali Shar, ajo do të ketë një impakt në të gjithë Pollogën. Domethënë ne nuk kemi det, mund mendoj se deti jonë është Parku Kombëtar, e cili mund të gjitha stinët të zhvillohet. Jo vetëm verës. Domethënë në të gjitha stinët do ketë turizëm, do ketë zhvillim, do vim vizitor, do zhvillohen edhe katundet, do ketë bujtina, do ketë parkingjet e reja, besoj se do ja dalin. Kur themi ka florë dhe faun, mund të flasim pak më shumë në ato speciet specifike për cilat po flasim? Shef, dhe më thonë, ne kemi kamera të cilët i vendojmë në për Parkun Kombëtar dhe kemi të gjithë në monitoring. Ditëve në vijim, ne do japim disa video, kemi dhënë edhe disa video ku mund t'i shofish të gjitha florën e faunën që janë në Parkun Kombëtar. Po qëllimi kryesor është vizita tek majet të cilat kanë shoqatat bishkëtare, kemi një bashkëpunim jashtëzakonshëm me shoqatat bishkëtare. Shoqatat bishkëtare janë duke e bërë punën jashtëzakonisht duke e promovu Parkun Kombëtar, bile më shumë edhe se në institucion. Po, kjo kur ta mendosh këtu me shoqatat bishkëtare, ata të cilët e kanë për qëllim të ecin, ta eksplorojnë natyrën, janë njerëzit vetëdijshëm për të kyçur nëpër këto shoqata bishkëtare? Unë mendoj se është një trend i ri, edhe kam kontakte me të gjitha shoqatat bishkëtare, gjithashtu edhe me Unionin e shoqatave bishkëtare, po bën një punë jashtëzakonisht të mirë. Kohëve të fundit po zhvillohen edhe besoj që antarësia e atyre ditë e ditës shkon duke u rritur. E shoh të disa shoqata bishkëtare po antarësohen edhe njerëz të ri, prej 20 vjet, ku më para nuk i kemi pasur ato. Vetëdijsimi i qytetarëve është duke u rritur edhe janë duke ja pa vlerën vizitave në male apo në natyrë. Unë do i rikthejmë sistemit arsimor kur unë kam shku në shkollë, që fillore ose të mesme, dhe di shumë mirë që është përmendur Mali Shar si park nacional, mirë, por asnjëherë nuk i kemi hyrë thellë ta studiojmë, ta mësojmë atë. A mendoni që ndoshta një mënyrë e duhur do të ishte që në shkolla të shkohet fëmijëve t'ju promovohet kjo pasuri natyrore? Atër ne në institucionin tonë kemi një patek ku vinë nxënës të shkollave fillore dhe ja u prezentojmë të gjithë parkun, drujt, florën, faunën. Mirë po kemi marrë edhe iniciativat të tilla, jemi në kontakt edhe me drejtorët e shkollave të mesme që të shkojmë edhe ne të ligjërojmë në për shkollat e mesme, që të ngrihet vetëdijsimi më shumë, edhe të motivohen të rinjt, edhe se si të kujdesen në piknik apo në shëtitje kur dalin në park, si të kujdesen. Jemi duke punuar në këtë tim dhe besoj se bashkërisht me drejtorët do kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë. Kemi ndodhje të rasteve të fatkeqësive, zjarre, dëmtime nga njerëzit të cilët kanë hyrë në Parkun Nacional? Po, kemi.
fillimisht në fillim të sezonës kemi, por ne këtë rende kemi menaxhuar shumë mirë, edhe pse kemi një veturë që mund të kujdesemi kundër zjarreve, po kur kemi nevojë, domethënë edhe administrata e institucionit del në terren edhe ndihmon. Përveç administratës, domethënë kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë edhe me njerëzit që jetojnë afër atyre, që në momentalisht ku është zjarri, ato dalin edhe na ndihmojnë së bashku edhe ja kemi dalë me sukses. Pra, kemi njerëz ende ndoshta jo shumë të ndërgjegjshëm që ndezin zjarre dhe më pas nuk sigurohen që është shuajtur plotësisht. Kemi njerëz të ndërgjegjshëm, por shumë pak. Më shumë janë njerëz të mirë që kontribuojnë edhe që bashkëpunojnë me parkun. Ato janë një masë e vogël të cilët besoj se edhe ato do vëdësohen kohëve të fundit. Në fakt është mirë ta dëgjosh këtë sepse pas tërë tragjedive që kemi përjetuar këto vitet e fundit, sidomos me zjarrin, është e rëndësishme që të mos lejojmë të njëjtat të ndodhin. Ju thatë që kemi vetëm një veturë për shuarje të zjarrit ose menaxhim me zjarrin, do duheshte që ndoshta me vetë financim ju të zgjeroni ose është obligim edhe i shtetit? Po mendoj që është obligim edhe i shtetit se ne jemi themeluar edhe nga shteti. Mirë po, ne jemi në kërkim të donatorëve që mund të na sjellin edhe vetura të tjera, por mos harrojmë, domethënë kemi një bashkëpunim shumë të mirë edhe me zjarfikësit e Tetovës, ku komandant Davnia Ahmeti ka qenë gjithmonë i gatshëm të na ndihmojë, edhe pse është territori jon, po se nuk kemi kushte, kujdeset edhe ai për ne dhe jemi në kontakt gjithmonë me ta. Në fakt, një prej veprimeve të marra këtë vit, ndër tjera, është këto tarifet nga muaj maj, që në kupton këto tarifa do jenë tashmë edhe për një kohë të gjatë, apo? Unë besoj se do jetë, si gjithmonë, do jetë kështu. Besoj se në qoftë se kjo zhvillohemi dhe vëdësohet edhe më shumë qytetari që të dërgojnë mesazh në një formë me vullnet të mirë, do të jetë para edhe nesër ne do mund të kemi çfarë të lloj pajisje që i duhet marrit, ne do t'i kemi në dispozicion. Kështu që njerëzit, ne kemi një tendencë ndonjëherë që s'duam të paguajmë, apo se duam të hyjmë të falas, të jemi të vetëdijshëm që këto mjete hyjnë për malin sharr dhe për të mirën e malit sharr dhe prandaj 150 denar nuk na kushton ndoshta shumë për të hyrë brenda. Realisht unë kam insistuar që mënyra e pagesës të jetë në mënyrën elektronike, mos të jetë me cash. Atë nuk ka edhe dyshime, të gjitha financat do të shkojnë institucionit, edhe nesër institucioni kur të zhvillohet, do zhvillohet edhe qyteti i Tetovës, edhe i Gostivarit, edhe të gjitha fshatat që bëjnë pjesë e Pollogut. Edhe pse ne me financat që ndrymë dobët kohëve fundit, kemi dërguar edhe kërkesa prej të komune e Gostivarit, e Tetovës, të Arcës, Bogovinjës, Vrapçishtit edhe Jugonovsës, ku fatmirësisht momentalisht është të përgjigjet pozitivisht vetëm kryetari i komunës së Gostivarit, për ndihmë, po shpresoj se do të kujdeset edhe të gjitha kryetarët e komunës, prej të Tetovës deri te të Arcës, Bogovinjës edhe Vrapçishtit, për të na ndihmuar në një pjesë financiare. Po, në fakt, kur ka të bëjë me një pasuri natyrore, ndoshta jo vetëm këto komuna, por është detyrë në nivel shtetëror që të kujdesemi për parqet nacionale. Po, realisht ne shtrihemi në këto komuna, edhe fillimisht mund të drejtohemi këtyre komunave ku ato edhe me statute kanë që të na ndihmojnë, se ne jemi park i ri, 3 vjetë diçka 10 muaj, ku shpresojmë tash të bëjmë edhe 4 vjet. Zhvillimi është jashtëzakonisht i atashëm, kemi një ekip jashtëzakonisht të mirë, besom se të gjithë ekipet mrenda, edhe administrata edhe rangjerat punojnë diku 24 orë. Të gjithë jemi në kontakt, kemi një bashkëpunim të mirë dhe shpresoj se bashkërisht me ekipin do ja dalim. Patjetër, dhe në fakt ku ka më bukur se sa ti kemi këto parqet nacionale të lullëzojnë si në aspektet ekonomike, po edhe të natyrës, flora, fauna të zhvillohet sa më shumë. Nuk e di nëse keni ndonjë mesazh për fund për këtë bisedë? Mesazhi im është veç ta ruajmë natyrën dhe ta promovojmë. Kjo është, promovim. Provimi natyrës, sepse ndoshta jo vetëm për ne, po sjell edhe turista, dhe para se të mbyllim, kemi raste ku vinë turista të huaj në malin sharr? Kemi raste shumë. Kohëve të fundit kemi raste shumë. Polak, Çek, Suedez, Sloven, që vizitojnë, edhe numri dita ditës është duke u rritë. Edhe shpresoj që ta ruajmë bashkërisht, se ne vetëm si institucion nuk mund ta ruajmë, se ka një masë të madhe, kështu që duhet bashkërisht që ta ruajmë së bashku. Çfarë përshtypje u ka lënë këtyre polakëve, turistave të huaj mali sharr? I dini këto përshtypjet? Përderisa shkojmë duke u rritur dhe ato informojnë kolegat apo shokët të cilët vini vizitojnë, besoj se është diçka e mahnitshme. Po, në fakt, një Maqedoni e cila ndoshta nga shtetet tjera duket shtet shumë i vogël, mirë po ka pasuri shumë të mëdha natyrore dhe turizmi vetëm po rritet edhe tani, kështu që ku ka më bukur. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit. Faleminderit për mundësi.